që një dorë prish, që këtë të në prish. Të në prish ta ma, shemë që e në këta të prish të këta të zizë. Që këta më bashkë ka kanë dalë, që kjo e mi shemë. Ama parëndore ka prishën. 40% janë dëmtume. Ismail Nuredinit nga fshati Straçinc, vitin e kaluar breshëri i shkatroi tërësisht Shalqind disa ditë para shitjes, ndërsa këtë vit përsëri e filloi me dëme nga i ftohti i prillit, që i shkaktoi dëme të mëdha në të mbjellat e dredhëzave. Sa keni prit të merrni? Nëse unë pak kom, për shembull 3000 metri kom që këto 2500, 3000 metri. Çatë 5-6.000 euro i mishna me konë, mëra ma. Edhe këtu, do me thonë, dëmi të është po 5-6.000 euro? Me njerë në gjinës, po. A i vllavi shembull ka shumë, a i ka 1 hektar, ama shka të bëjsh, ajo është. Edhe pse dëmet nga breshëri vitin e kaluar i paraqiten në komunën e Gazibabes, Ismaili dhe disa bujq tjerë të Straçincës vazhdojnë të presin kompenzimin apo ndihmën e së paku të harxhimeve që kanë bërë. Jeta vazhdon, puna paqare me punu prapë. Është edhe pse domet nuk janë pagujt hala, kemi mund që të pagujnë diçka, më e ma në pritje, ta shofi. Nuk e di sa e kuptojnë veç që pa bujqi nuk ka jetë. Si mos punojmë nas, duhet me pi jashtë me prunë, pi jashtë janë ketë me kushtu, qëtër kvalitet është i junë i Macedonisë, qëtër është i jashmit. Se na nuk përdormi me qasi preparate, pesticide, ajo kjo, na ma shumë me byre kënë. Sa i përket kompenzimeve të dëmeve të vitit të kaluar të shkaktuar nga breshëri, bujqit të fshati Straçinc paraqiten dëmet në komunën e Gazibabes, me çka u vizituan edhe në teren nga inspektorati për të konstatuar dëmet. Sipas komunës së Gazibabes, dokumentacionin e plot së bashku me dëmet të konstatuara në teren e kanë dorëzuar në qeveri, më pas ku pritet të kompenzohen me vendim të organit ekzekutiv.